Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe uroj mirëseardhje në emisionin e titulluar Foltë në Traditë. Ndodhemi sot në Myzeqe me një këngëtare, performuese të skenës, pjesë e gëzimeve familjare të kësaj treve natyrisht edhe në diasporë, me këngëtaren e minjohur Liri Musaku. Duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen, natyrisht uroj mirëseardhje në emisionin e titulluar Foltë në Traditë e nderuar artiste Liri. Faleminderit. Tashmë pyetje e parë edhe për teleshikuesin, kush jeni dhe nga vini? Po, unë jam Liri Musaku. Jam lushnjare, myzeqare puro, lindur në Fjershegan, banuese dhe martuar këtu në Fjershegan. Pra kjo që nga dhe ajo që ka ju këngët e kësaj zone, jo i këndoni, po si që është ajo shprehja i qani. Pa tjetër. Edhe lindur, edhe martuar në të njëjtën zonë, me të njëjtët tradita. Pa. Kur e ka nis rrugtimi juaj artistik dhe kush ka qenë thujse ajo, kur e keni zbuluar për herë të parë këtë talent të tuaj? Pa, talentin tim e ka zbuluar mësuesi im, Riza Nezha, mësuesi muzikës, që në klasën e 5. E përshëndesim Faleminderit, artistes Liri Musaku. Mësues Riza Nezha, i cili jeton në Itali dhe të përshëndes për gjithçka përzemërsisht çfarë ke bërë dhe çfarë ke nxjerr që sot unë jam para jush. Pra të nderuar teleshikues, përshëndetje artistit buron nga zemra, jo nga fjala. Një përshëndetje për mësuesin që ka zbuluar talentin e parë të kësaj këngëtarje. Është kënaqësi kur ndiqoj këtë fjalë nga një artiste me performuese, siç e thash më parë, përveç se skenës, por edhe njohur në trevën ku banon. Kush ka qenë shtysa juaj drejt këtij suksesi ose drejt kësaj arritje ku keni ardhur deri këtu? Si me thënë shtysa, ose si të thuash paraqitja, ose ka qenë prindërit e mi, sigurisht. Babai dhe mamaja. Tek ju është gen familjar apo pasion i lindur kënga që ju po e trashëgoni? Edhe pasion i lindur, po edhe më thënë nga babai dhe nga nëna, si që thash. Babai im, si që kemi dhe ne myzeqarët, që në çdo dasëm më përpara bëheshin pa orkestër, pa si që tradita. Tamam tradicionale. Tradicionale. Edhe këtë të kërkojmë të pasurin në emisionin titulluar Foltë në Traditë, vërtet folklor të pastër dhe tradicional të të gjitha trevave të Shqipërisë dhe nga diaspora për gjithë shqiptarët kudo që. Po. Babi im, si që thash, kishte në gen atë këngën myzeqare, dhe këndonte dhe shkonte në përdasmat dhe kërcente. Dhe pa kërcyr vallen dyshe myzeqare, babi im nuk ikte nga dasma. Pra tek ju që nga gen familjar. Gen familjar. Natyrisht babai edhe këngën, por edhe vallen. Edhe vallen. Ju e keni nis me këngën apo me vallen, me që babai juaj pas ka patur edhe vallen në këtë zonë? Unë e kam nisur me këngën, si shtashe e kam nisur që në klasën e 5. Po. Le të rikthehemi pak kujtesës, me gjithë se është kohë e gjatë. Nëse me sa e kujtoni, kur keni dalë për herën e parë në skenë? Patjetër që e mbaj mend, që kur isha në shkollë, që në klasën e 5 me grupet artistike të shkollës. Me grupet artistike të shkollës, këndonim, si që ishin atërë të korat, po këngët nuk i mbaj mend. Natyrisht është kohë e gjatë, se ju keni shumë këngë. Po. Dhe këngët myzeqare vërtet kanë një performant ndryshe, kanë një melankoli, shprehin tamam atë dhe këndohen në grup më shumë, dhe kjo është e mira juaj. Jo vetëm si këngëtare, por edhe e trevës që ju përfaqësoni. Patjetër. Atëherë, ju jeni dhe pjesëtare e disa asambleve, me që a di unë jo një, se tani rrjetet sociale bëjnë punën e tyre dhe ju dukeni performuese. Sot, kush është bashkëpunimi më i ngushtë juaj dhe me kë flas në aspektin e këngëtarëve, por edhe pjesëmarrëve të ndonjë grupi apo asambli? Po, pjesëmarrja ime tashin kohët e fundit është tek asambli Margarita Xhepa.
Gjithashtu të Margarita Xhepa dhe tek Vaçezela. 2 asamble. Bile dhe, si që e dim që kam qenë edhe tek asambli juaj. Natyrisht. Tek asambli juaj. Kështu që unë jam e gjithanshme, faktikisht. Tek Margarita Xhepa kam performuar dhe performoj, vazhdoj të performojmë shumë këngë muzikare. Është kënaqësi të ndëgjojnë nga goja e një këngëtarje si që është Liri Musaku, performuese thot në asamblin Margarita Xhepa. Mbas këtyre emocioneve që na solle, kërkoj që dhe për qetësinë e publikut të na përshëndesësh me një këngë nga repertori juaj. Po, patjetër. Zemra ju këndoft dhe kënaqësi që jeni sot në emisionin tonë të titulluar Folët në Tradit. Faleminderit. E pra të nderuar teleshikues, ishte me një këngë muzikare me zërin e saj brillant, këngëtarja dhe artistja më e njohur e kësaj treve, Liri Musaku. Liri, përveç performancave të tuaja që ke lot në gjithë zonën, kush ka qenë pjesëmarrja juaj në jashtë zonës së muzikës dhe ku jeni e ftuar natyrisht edhe në rrethe apo në diaspora apo? Neve zakonisht kemi të ftuar në për festivalet të ndryshme. Sidomos në Kosovë, neve kemi vajtur në shumë festivale. Në Kosovë, në Prishtinë, në Prizren, s'më kujtojnë dhe të gjithë ato, sepse janë shumë, se janë vitet të tëra. Janë vitet të tëra që neve... Dhe besoj që dhe çmime keni marrë patjetër. Sigurisht që po. Në Kosovë ke vajt në për festivale, me që jemi në Kosovë, në si këngëtare apo si
performues në grupin artistik ku ju bani pjesë? Si këngëtare, dhe me grupin, si individ, por edhe me grupin. Edhe me grupin, po, sigurisht që po. Kur ka qenë, mund ta quaj suksesi juaj më i madh që mund ta quani një sukses në një skenë apo në një koncert, që mund ta që të jetë diçka në jetën tuaj që është për të mbajtur mend që e keni fiksuar? Natyrisht që ke shumë dhe këngëtari duhet mendohet. Tamam. Është e vërtet, ashtu si thoni juve, unë kam shumë që kam qenë edhe nëpër televizion edhe por që mbaj mend, kam qenë të televizioni Klan. Të televizioni Klan, kam performua atje dhe kam marrë çmim të tretë atje. Jam kënaqur, kam pasur shumë komplimente, kështu që... Mi thosh rreth këngëtarë shumë konkurus kur ke marrë këtë çmim? Po. Po, të urojmë sukses edhe çmimet shpresoj që do t'i kesh të pavazhdueshme, të panumërta, natyrisht sepse duke qenë se edhe në zonën ku jeni, por edhe në jashtë zonës në kërkesat që ju keni në pjesëmarrjet familjare, ju jeni një këngëtare që shpesh vlerësoheni edhe nga publiku. Që t'ju pyesim pak në gëzimet familjare, këtu në Trev, sa e gjeni veten kur ju ftojnë zakonisht në për dasma, në për këta? Kjo këtu më entuziazmon shumë, sepse pjesa e muzikës ka filluar t'i bëj dasmat dhe me ftesën e pjesëtarëve të ansamblit. Ne kemi qenë edhe si performuesi, si këngëtare, kemi qenë edhe si valltare, sepse vallja muzikare dihet që është e pëlqyer edhe veshjet tona që janë në përdasmat, jep dasmës një lezet shumë të bukur. Thash për ju jeni bërë thujse pjesë e dasmave si ansambël. Po. Natyrisht ku ka një dasëm. Ku ka një dasëm. E mira e këtyre është sepse gjithmonë emisioni dhe qëllimi i emisionit Folk në Traditë është të sjellë vlerat tradicionale folklorike, si që the dhe vetë, të ruajtura nëpërmjet këngës, nëpërmjet valles, nëpërmjet kostumografisë, por dhe nëpërmjet tyneriteve tradicionale, të cilat performanca juaj në përdasma sjell shumë, sidomos tek brezi i ri, sjell melankolinë e këngës, përcjell edhe atë mesazhet që kënga juaj përçon apo është kënduar dhe trashëguar, sepse folklori, tradita, ruhet nëpërmjet qoftë kultivimit të këngëve që jeni ju, por dhe trashëgimnis në brezat që vinë. Dhe moti i emisionit është të kthejmë kokën nga kemi ardhur që ta dim se ku do të shkojmë. Pra, këta janë artistët që mbajnë gjallë folklorin tradicional të Trevës, jo vetëm të këtu, por të çdo artist të gjithë Trevave që këndojnë apo performojnë këngët e sipas zakoneve tradicionale të tyre. Pra është nësit kesh, si që thash dhe njëherë, një këngëtare me një performancë artistike si ju Lili dhe mjaft e njohur në Trevën muzikare. Më the që babaj ka qenë këngëtar dhe valltar. Artistin, por nuk e ngacmove, nuk merr ata që don. Mirë babaj, po nga nëna që t'ju dim dhe priardhjen dhe nëse a ka qenë kjo vlerë në familjen edhe të nënës, se të babajt e the me mjaft kënari. Si që thash, unë thash prindrit, pavarësisht se unë cilësova baban, po edhe maman e kam pasur këngëtare. Ne në përdasma, si që zakoni, po tani mamaja është edhe ajo muzikare. Mamaja është korçare. Prap. Babin e kam muzikar dhe maman e kam korçare. Kështu që unë kam nga mamaja tani, nga mamaja kam marrë këngët korçare. Mamaja këndonte? Po këndonim të dyja në përdasma. Ka një tjetër vlerë shtuar për ju? Po, sigurisht. Që ti ke kënduar dhe me maman në përdasma? Kam kënduar dhe me maman në përdasma. Po mamaja i mësoj këngët muzikare? Po, sigurisht i mësoj. Se po të kishte burrin artist, do t'i kishte mësuar. Sigurisht. Po babaj në një këngë korçare, mësoj apo e mësove ti? Mamaja. Jo, babaj. Nga mamaja, se mamaja e mësojnë nga babaj. Po dhe babaj, patjetër që mësoj. Në një këngë ka mësuar. Patjetër. Po, ti vetë më the që kam kënduar me maman. Ndoshta mund të na bësh një performancë kështu a cappellos pa muzikë? Sigurisht pa muzikë. Me që, po, nga këngët korçare të mamas. Korçare.
Atëherë me shumë kënaqësi po të ndiqem. Lonin e dy moj, lonin dy, lonin dy të bukura. Hajde lonin e dy moj, lonin dy, lonin e dy të bukura. Të dyja moj, të dyja si flutura. Hajde të dyja moj, të dyja, të dyja si flutura. Me njërën moj, me njërën, hajde me njërën kam shtenë sevda. Pa me njërën moj, me njërën, hajde me njërën kam shtenë sevda. Të këndov zemra, po të gjej një fjalë më të mirë se gjej dot dhe se zemra të këndov gjithmonë. Është kënaqësi se kjo është vetë vlera që trashëgojmë nga prindërit dhe ne kemi detyrë morale dhe shpirtërore që vërtet ta vlerat ti trashëgojmë në brezat që vinë. Lili do t'ju pyes për bërja juaj familjare flas në fëmijët. A trashëgohet kjo vlerë juaja dhe a këndohet në një këngë? Sa për problemin e fëmijëve, neve gjithmonë kemi thënë që trashëgimia jonë duhet t'ja lëmë fëmijëve. Dhe pak a shumë, sepse fëmijët janë të larguar, sot janë në për botë dhe merren me punë dhe nuk e kanë shumë atë. Megjithatë unë gjithmonë djalit dhe vajzës i flas. Merrni pak nga mamaja jote. Dhe pak a shumë pak. Megjithatë, neve urojmë që të rinjt na shohin, na dëgjojnë neve. Dhe të mos i humbasin vlerat e të parëve tanë. Të paktën nuk kështu i kam thënë. Tash ngelet për fëmijët tash që Është një mesazh që ua ke përcjell fëmijëve. Vërtet kur beti nderuar teleshikues, e kemi thënë dhe do ta shprehim gjithmonë që është një plagë në shoqërinë tonë tani, por vërtet Lili e ka trashëguar edhe në fëmijët e saj këngën, dashurinë për këngën, dashurinë për artin, pasionin që e ka trashëguar tek ata, por kjo kërkon sa më shumë dhe thotë e kanë trashëguar pak. Faktikisht ata e kultivojnë dhe e trashëgojnë këngën, po mua më vjen mirë që kjo këngëtare thotë e kanë trashëguar pak, sepse artisti naqet atëherë kur donë që t'ja kalojnë këtyre vlerave të vetë mamajt apo babajt që është një këngëtar artist dhe prapë thotë keni bërë pak. Pra unë të falenderoj për këtë mesazh që e përshon tek fëmijët tuaj, sepse mesazhi që sapo e shprehe vlen për të gjithë artistët dhe ardasës shqiptarë, që folklori, tradita të kultivohen në brezat që vinë. Duke mos humbur folklori dhe tradita që janë thesaret e një kombi, asnjëherë nuk humb kultura e vetë një treve apo të një komuniteti apo me gjërë. Atëherë në këngët tuaja, kush ka qenë bashkëpunimi flas me tekst shkruesit dhe me muzikën që e keni kultivuar dhe po e kultivonin këtë zonë? Por këngët e Myzeqes dhe janë të gjithë këngët e trevave tona dhe janë të burimore. Natyrisht, po ju keni edhe këngë të tuaja flas me tekst të ri, natyrisht duke i reformuar apo duke i sjell sa më të fresta për para shikuesit dhe teleshikuesit. Se kur më thuaj që kam marrë pjesë për festivale, natyrisht festivale gjithmonë prezantohet tyse me pjesë të reja. Por dhe më folklor tradicional burimor të zonës. Në aspektin e bashkëpunimit, kush me këngëtarët, kush është bashkëpunimi më i ngushtë me një që ju këndoni? Për shembull me një këngëtar apo me një këngëtar që keni performuar dueta apo keni? Po siç e thash, ne janë këngë burimore dhe mbajtësit e këngëve të mia janë këngëtarët të grupit. Po,
janë të grupit tonë të asamblit Margarita Gjepa, si që thashe edhe më parë, të cilët këngët e mia po thuaj se i mbajnë 2-3 këngëtarë, Shisuf Kacabumi, i pari, që më mban perfekt këngën. Atëherë si ka qenë përkrahja juaj në shoqërinë apo në komunitetin, natyrisht duke patur edhe këtë vlerësim si një artiste e kësaj treve apo e kësaj zone? Neve, si vlerësim, si që thashtë nga të grupi, të cilë të kemi një grup, kemi një drejtus të grupit, i quajtur Tomor Bali, ose shkurtimisht Tom Bali, të cilën me këta gjithmonë neve kemi bërë bashkëpunim. Me grupin. Me grupin. Ku e keni si qendër ose si qendër bashkëpunuese për krahini nga bashkia apo vetë me iniciativën tuaj apo si? Jo, e kemi gjithë me iniciativën tonë. Nuk kemi asë një lloj përkraje, gjithçka e bëjmë falas, gjithçka bëjmë me forcat tona. Natyrisht se artisti punon vetëm për pasionin dhe për shpirtin dhe puna puna e fitimit tek artisti as nuk llogaritet. Është e fundit pasion. fara ajo. Por edhe një mbështetje apo një përkrahje vërtet duhet që të shpalosin ta vlera, duke thënë se ju jeni dhe një grup që rrugtoni dhe shkoni, vini në për rrethe, në për diaspor e me radhë. Edhe kjo prasht një tjetër shtys dhe një tjetër përkrahje mbështetje që ju duhet, sinqerisht. Pra të nderuar teleshikues, ishte kënaqësi që kishim sot në emisionin tonë të titulluar Folk në Tradit, këngëtaren e mirënjohur të kësaj treve ose si që quajnë këngëtaren myzeqare, Liri Musaku, ku shpalosi në mes të tjerave një mesazh që ato që ka kjo kultivon tek fëmijët, vërtet do të jetë një shembull frymëzimi për të gjithë artistat, që vërtet ta trashëgojmë dhe ta kultivojmë folklorin ton të pastër tradicional. Ju rikujtojmë se emisioni Folk në Tradit vjen çdo të mërkur ora 18:00 këtu në ekranin e televizionit Fax News dhe gjej rastin ta përshëndes këtë ekran të cilën na jep këtë mundësi në transmetimit të këtyre vlerave thesare të kombit ton shqiptar. Të gjithë artistët e interesuar për të marrë pjesë në emisionin Folk në Tradit mund të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 41 06 799. Dhe tani, duke ju lënë në shoqërinë e këngëtares Liri Musaku me një kolazh myzeqar, ju urojmë natën e mirë dhe ju rikujtojmë se takohemi të mërkurën e ardhshme në ora 18 këtu në ekranin e televizionit Fax News.